Këto nuk janë lajme, por janë plagë që po na hapen çdo ditë më shumë. Një tjetër vajzë humbi jetën, një vajzë e mirë edukuar nga Gjakova, e cila do të kontribonte në qytetin e saj si mjeke. Ajo ishte krenari për familjen e vet, jo vetëm për arritjet e saj profesionale, por edhe ato njerëzore. Ajo besonte te mirësia e njerëzve. Ajo ishte vajzë e re, e brisht, e nuk e mendonte se dikush mund të abuzonte me njerëz, sepse kjo ishte një dukuri e panjohur për të. Por rrethanat e saj u bën aq të rënda, aq të mbushura me dhimbje dhe abuzim të heshtur, saqë e quan drejt një fundi që askush nuk duhet ta përjetojë. Ajo ishte një vajzë empatike, një njerëz që ndjen thellë, që kupton dhimbjen dhe pasiguritë të tjerëve. Por pikërisht kjo ndjeshmëri e bëri të pambrojtur përballë një marrëdhënieje abuzive. Empatiku e sheh tjetrin përmes vetes. Beson se të gjithë kanë mirësi brenda vetes. Narcisti në anën tjetër nuk lidhet emocionalisht. Ai kërkon kontroll, admirim dhe pushtet mbi tjetrin. Ai ushqehet nga energjia e personit empatik, derisa ta zbraz ato emocionalisht. E kjo ishte një botë që vajza nuk e njehte. Tash, a do të thotë që duhet i keq edukojmë fëmijët në mënyrë që ata të përballen me këtë botë? Jo, por duhet të provojmë të rrisim fëmijë që nuk janë të rrezikshëm për të tjerët, që dinë të duan pa lënduar, që dinë të shohin njeriun jo si pasqyrë për ta kontrolluar, por si qenie për ta kuptuar.